Ditën e dieshme, në një emision është bërë një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka hapur diskutime të reja rreth situatave brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Ish-banorja Francesca Murati ka treguar se sipas saj bashortja e Mirit ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me raportin e tij me Selinën. Sipas Franceskës, në një video ku Miri shfaqet së bashku me Selin, është publikuar një koment me mbishkrimin "Miri më i miri". Ajo ka shtuar se profili nga i cili është bërë komenti kishte si fotoprofili imazhin e bashortes së Mirit. Megjithatë, Francesca theksoi se nuk ka prova konkrete që vërtetojnë se komenti është bërë realisht nga ajo, duke lënë hapësirë për interpretime dhe dyshime. Që prej hyrjes së tij në shtëpinë të famshme në Shqipëri, Miri ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për afrimitetin e tij me Selinën. Ky raport është komentuar gjerësisht nga banorët brenda shtëpisë ashtu edhe nga publiku jashtë saj. Vetë Miri ka deklaruar në disa raste se e sheh Selinën si vajzën e tij dhe se mes tyre nuk ka asnjë lloj interesi për te respektit dhe kujdesit. Megjithatë, pavarësisht këtyre deklaratave, shumë djegës të formatit vazhdojnë të dyshojnë në vërtetësinë e këtij raporti, duke ngritur pikpyetje mbi natyrën reale të afrimitetit mes banorëve. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.